الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, këto ajete janë ajetet e para të surës së bekuar, suretun Nejm. Nga se në këto ajete aludohet dhe signalizohet Mi'raji i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në xhumën e kaluar folëm për Isran, nga se Israja dhe Mi'raji janë mrekullit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë dhurata që Allahu Dhul Jalal prej 124.000 pejgamberve asnjënit prej tyre nuk ja ka dhonë këtë dhurat. Pra, udhtimi nga Mekja në Kudus dhe ngritja prej Mesgjidul Aksas deri në Sidratul Muntaha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që përfundoi namazin me të gjithë pejgamberët si imam, dulën me Gjibrilin nga Mesgjidul Aksaja dhe Gjibrili alaihi salam ja afroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam di gota të mbushura, njëna me qumsht e tjetra me ven. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi qumshtin. Tha Gjibrili alaihi salam, e ke zgjedh të natyrshmen. Pra, kishte mundësi ta merr venën, edhe pse vena nuk ishte edhe më e ndaluar, alkooli nuk ishte ndaluar, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë fëminisë së tij, gjatë rinisë së tij, kur se kish provu alkoolin. Asnjëherë. Kur nuk ishte lutë i dhujve, putave, i mbrojtur nga Allahu Dhul Jalal, i përgatitur, i ruajtur për të qenë vula e pejgamberëve. Andaj, pasi e piu qumshtin, thot Gjibrili alayhis salam, tash me urdhër të Allahu Dhul Jalal ngritemi lart. Dhe i ngren Allahu Dhul Jalal Gjibrilin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam së bashku, nga se Gjibrili shumë herë kishte zbrit në sipërfaqen e tokës nga Arshia Laja me ajete kuranore, por e para herë që ngritet lart është për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke u ngritur qiell pas qielli, ka pa pejgamber, i ka taku pejgamberët që spremton koha të gjithë t'i përmendim. Ndaj, gjatë këtij udhëtimi, gjatë kësaj ngritjeje që quhet Mi'raj, ngritja lart, ka pa xhenetin, ka pa xhehenemin, ka pa Beitul Ma'murin dhe Sidratul Muntaha. Pra, xheneti, xhehenemi, Beitul Ma'muri dhe Sidratul Muntaha. Xheneti dhe xhehenemi dim të gjithë se çfarë bukurie është xheneti dhe çfarë tmerri është xhehenemi, Zoti na ruaj.
Andaj, çka është Bejtul Ma'muri? Bejtul Ma'muri është në drejtim të Ka'bes, atje nalt. Bejtul Ma'muri është në drejtim të Ka'bes. Sikur të ngritet Ka'bja, arrin në Bejtul Ma'mur. Sikur të zbret Bejtul Ma'muri, vjen mbi Ka'be, këtë drejtime ka. E Ka'ben, çka bëjmë me Ka'ben? E bëjmë tavaf. Dhe kemi kible që drejtohemi gjatë namazit. E Bejtul Ma'muri në bëjnë tavaf me laqet. Sa me leke bëjnë tavaf Bejtul Ma'murin? E bëjnë 70.000 me lek për një dit. Dhe mo që atyre 70.000 asnjonit për tyre nuk i vjen radha të bëjnë edhe një tavaf. Njëherë. Edhe mo tjerët. Ka që me lek ka falë, ka kriju Allahu Dhul Gjelal. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pa këto gjëra, e pastaj në fund Sidretul Muntaha. Sidre është një drum, por jo si drum të ne që dim. Një drum i ndriçuar nga drita Allahu Dhul Gjelal, dhe Muntaha do të thot e fundit, që mbi to mo nuk ka kalu as një krijes, as Gjibrili, as pejgamberi. Madje që Gjibrili o ndalë ma herët, e pejgamberi është ngritur deri në Sidratul Muntaha. E pastaj ka bisedu me Allahun Dhul Gjelal. Gjibrili a.s. i ka thonë, ja Rasulullah, ti vazhdo, une që këtu e kam kufinin. Që do në të thotë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast është ngritur më lartë se vetë Gjibrili. Dhe Allahu Dhul Gjelal ka bisedu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në disa varianta thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është afru afër Arshi Allahs, ka thonë at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Lutjet, adhurimet, duajat i takojnë Allahu Dhul Gjelal. Namazi, fjalët e mira, punët e mira. E Allahu Dhul Gjelal i është përgjigj, Esselamu alejke ejuhen nebij, wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira qoftë për ty, o pejgamber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka mbajtur këtë përshëndetje nga Allahu Dhul Gjelal për vete, por ka thonë Esselamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Paqja Allahu dhe mëshira e tij qoftë për mua dhe për mbar njerëzit e mirë, besimtarët. Dhe ne këtë e këndojmë, e lexojmë kur jemi në tahiyat, at-tahiyatu lillah. Andaj përfundon takimi dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të largohet thot, o Zot, umeti im, po sahabët e mi, atë ju tregoj për këtë ndodhi madhështore? Tha po do të lakmojnë dhe do të thonë, ja Rasulullah, ti shimkon edhe na me ty. Allahu Dhul Gjelal thot, o pejgamber, bëj selam, thua ju ashabëve tu dhe umetit tant, le të falin namazin. Dhe ja dhuron Allahu Dhul Gjelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namazin. Dhe në vend të mirajit koft namazi për umet. Kështu ai poeti shumë bukur e ka thonë, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, es-salatu mi'rajul mu'min. Namazi është miraji i besimtarit. Miraji pejgamberit cili ke ngritja lartë në Arshi Allah. E miraji yt, o besimtar, miraji yt është namazi. Kur ti je në namaz, je afër me Allahun Dhul Gjelal, sikur që ka qenë pejgamberi mbi Arshi Allah. Madje që në hadith thot, akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi huwa sajidun. Më afër që është njeriu tek Allahu Dhul Gjelal kur ai është në sejdë. Pra lutu në sejdë. Bën dhikr në sejdë, se je afër Allahu Dhul Gjelal. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet, tham duke u ngritur ka taku disa pejgamber.
ka pa disa gjërat të çuditshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur mu tregu xhehenemi, pash në xhehenem më shumë gjinia femrore, për fat të keq. Për disa arsye, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nuk janë mirënjohëse. Sidomos ndaj Allahut, po edhe ndaj bashkëshorteve, ndonjëherë e humbin të gjitha ato të mira që ja bën, më në fund thot s'kam pa të mirë prej teje. U kry. Subhanallah. Andaj, kjo është temë në vete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa Hazreti Ademin. Kur e pa xhenetin edhe xhehenemin, e pa Hazreti Ademin. Kur shiqonte ka xheneti, gëzoheshte. Kur shiqonte ka xhehenemi, mërziteshte, dëshproheshte. Tha, ja Xhibril, çfarë është kjo? Tha, po, kur shiqon në xhenet, i shef bijt dhe bijat e veta. Në xhenet gëzohet Hazreti Ademi, kënaqet. Por kur shiqon xhehenemin dhe i shef në xhehenem bijt dhe bijat e veta që e kanë bë veten për xhehenem, mërzitet Hazreti Ademi, i vjen keq. Subhanallah. E pastaj çfarë pa tjetër se? Pa disa njerëz me krabza të zjarit grithnin fytyrën e vet. Subhanallah, tha Xhibril, çka bëjnë këta njerëz? Kush janë këto? Tha, këto janë ata njerëz që kanë fol dhe jo kanë marrë fytyrën njerëzive. Kanë akuzu, kanë shpionu, kanë bëj iftira, ja kanë marrë fytyrën. Ata që ja u kanë marrë fytyrën njerëzive, e grithin fytyrën e vet me krabza të xhehenemit, Zoti na ruaj. Pastaj pa disa njerëz hanin një mish jo i volitshëm, mish i prishur. Tha, po këto ja Xhibril, tha, këto janë ata njerëz që shkojnë në mus të huj. Duke e pas halalin, shkojnë në haram. E këto e kanë shembullin sikur ai që do të haj mish të prishur, Zoti na ruaj. Pastaj e takoj nga të gjithë pejgamberët Ibrahimin alayhis salam, Hazreti Ibrahimin. E pa një burr i bukur me disa fëmijë rreth tij. Tha Xhibril, po ki kush është? Tha, kjo është gjyshi jot, Ibrahimi, nga se pejgamberi ka preardhje nga loza e Ibrahimit. Tha, kjo është gjyshi jot Ibrahimi. Po këto fëmijët, tha, këto janë fëmijët e muslimanëve të cilët kanë ndru jetë para se ta mësojnë Kur'anin. Kanë ndru jetë të vegjël. Tash edhe i madh ndron jetë dhe se ka mësuar Kur'anin. Tha, këtyre ja u mëson Kur'anin Ibrahimi alayhis salam që në xhenet edhe këta të dinë të lexojnë Kur'anin, se një nga kënaqësitë e xhenetit është leximi i Kur'anit, o vëllezër të dashur. Allahu nasip na boft. Pastaj e përshëndeti Ibrahimin, edhe Ibrahimi alayhis salam i tha, mirë se ke ardhur, dhe tha, o pejgamber, boj selam umetit tant, le të mbjellin pemë xheneti, sa të mundin ne të mbjellin pemë. Subhanallah. E tha, si ti mbjellin pemët? Në dynja? Po tha, në dynja. Në dynja mbjellet, o vëllezër të dashur, në dynja mbjellet, në ahiret vetëm korret. Korret bereqeti që ke mbjell. Në dynja ka punë, ka vepra, ka kontribut, ka aktivitet. Në xhenet ka kënaqësia për ato punë që ke bën në dynja. Andaj, tha, si ti mbjellin ato pemë? Tha, le të thojnë sa më shumë Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, i lartë madhruar i patë meta është Allah. Walhamdulillah, hamdi falenderimi takon vetëm Allahut. Wa la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër pos Allahut. Wallahu akbar, Allah është i madhi dhe më i madhi se çdo gjë dhe se çdo kush. Që këtë thuje? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Me këto 4 fjalë të lehta të bukura, ti ke mbjell një pemë në xhenet. Xhamati jon nuk e thot. Muezini thot Allahumma ente selam, disa, jo krejt rri. I pret të spit. Subhanallah, walhamdulillah, menzini, ai rrin. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, deri në fund para duas, që është e 100 të spive,
Të spit pra i kemi 99, e dim, e në fund vula kurora e të spive është La ilaha illallah, wahdehu la sharika leh, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Në një variant yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, e thot muezini, ne kujtojmë se kjo është signal për të ngritur dorët. Po pse Allah nuk thuhet e subhanallahu vela? Pse nuk thuhet la ilaha illallah? Hoç, po pse e paguaj benzinin be? Jo ashtu, o vllai dashur. Bonu ta maqari dhikrit. Subhanallah, se me të thonë një herë subhanallahu velhamdulillah deri në fund ti e ke mbjell një pemë në xhenet. Andaj zbret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Xhibrilin në Mesxhidul Aqsa, ku ative që kishin lënë burakun. Dhe përsëri me burakun prej Mesxhidul Aqsas deri në Mesxhidul Haram, deri në Kabe, në Mekë. Dhe për një pjesë të shkurt të natës, o vëllezër të dashur, nuk është për të çudit. Ne e matim kohën me tonën. Po Allahu dhul Jalal në Kur'an thot: Inna yawman 'inda rabbika ka 50,000 sanati mimma ta'udun. Një ditë tek Allahu dhul Jalal është sa 50,000 vjet tuat. 50,000 vjet të dynjas është një ditë e ahiretit. Andaj, neve s'na e merr mendja për një pjesë të shkurt të natës. Krejt është e mundshme me urdhrin e Allahut dhul Jalal. Kjo ishte habi, kjo ishte çudi kur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pyet Abu Jehli pasi arriti në Mekë, e pyeti sot tha çka ka të reja diçka kështu në formë të talljes, në formë të hajgares. Qa do na tregosh sot do një të re? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po, sot e reja është se unë natën isha në Mesxhidul Aqsa dhe u ktheva. I erdhi rendi sipas Abu Jehlit dhe logjikës së tij të prishur, i erdhi rendi tha që dalen mejdan gënjeshtra e këtij. Pas ka shku natën dhe u pas ka kthy. Na me muj shkojmë ki mbrenda natës, edhe ato mbrenda, jo gjithë natën. Min e lejl. Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen natën. Sa për një kohë të shkurt të natës. Kush po e kush jo, madje që edhe disa nga muslimanët që nuk ishte ngulitur imani edhe mo në zemrat e tyre, që nuk kish zon vend, që nuk kish pushu imani mirë në zemrat e tyre, edhe ata u hamendën. Edhe ata dyshuan, dhe normal, kur dyshosh në lajmin e pejgamberit del prej feje, pra, kështu dështuan. Por arrit Ebu Bekri, dhe Ebu Jehli thot, Ebu Bekr, a din çka thot ki dosti jot? Tha hajrë, qka thot? Se kishë dëgju pejgamberin halas ishtë taku. Tha ki thot se sante natën pas ka qenë në Kudus dhe u pas ka këthy. Qka tha Ebu Bekri? A ka thonë? Subhanallah, o vëllezër të dashur, shumë me rëndësi është për muslimanin, a ka thonë Allahu dhul Jalal u kry, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kry, nuk ka bet polemik, nuk ka bet debatosh rreth asaj që thot Allahu dhe pejgamberi. Amenna vë sadakna. Është urdhën i Allahu. Çka tha Hajeri, bashortja Ibrahimit a.s. Kur Ibrahimi a.s. e la me Ismailin pranë Qabes, në Mekë, në shkretin, që nuk lëviste as një gjallës, i la ty me sa ujë kishte mujt me bardh, se s'ka qenë ujë zemzemit, sa ujë kishte mujt me marrë me vete, dhe sa ushqim i la dhe tha, unë heca, shkova për një rak. Çka i të bo Ibrahim? Tha, po valla. Tha, kjo është poenta. Tha, valla, sa ju e dinte Ibrahimin se është pejgamber, valla, mos të ka urdhnu Allahu dhul Jalal të bësh këtë? Tha, po, Allahu më ka urdhnu. Tha, hec pra rahat. Pasi është urdhni Allahut nuk ka diskutim, se ai që të ka urdhnu ty, na ka marrë përsi për neve. Kjo është. A ka thonë, u kry. Çka tha Ebu Bekri?
A thot që ka qenë në Kudus edhe është kthi? Tha po, vazhdon të thot. Tha, unë i besoj. Unë i besoj. Veç ai të thot, unë i besoj. Tha, si i beson të shkoj dhe të kthen? Unë i besoj që vin Gjibrili prej lartë, prej arshi Alas dhe ja bjen Kur'anin. Pse të mos besoj që ai ka shku në Mesgjidul Aqsa dhe është kthi? Wallahi, dëgjoni Ebu Bekri, wallahi, po të thot se është ngrit lart në qiej, unë i kisha besu. Edhe mo pa ndëgju Ebu Bekri se pejgamberi ka qenë lart në qiej, mbi 7 ka qenë. Edhe mo, tha wallahi, po të thot pejgamberi se ka qenë lart mbi 7 ka qiej, unë i besoj. Pasi që i besoj që Gjibrili vjen prej ande dhe ja bin Kur'anin. Pra Ebu Bekri e ka besu Mi'rajin para se ta ndëgjon lajmin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj pejgamberi ju tregon edhe për Mi'rajin. Po pse herën e parë nuk ju ka thonë, ka shku me faza. Ato se kanë besu vetëm udhtimin për tokë deri në Aksa, e të ta besojnë ngritjen. Por Ebu Bekri e besoj para se ta thot. Prandaj ka marrë emrin Ebu Bekr Es-Siddiq, shumë i besueshëm dhe shumë besnik. Andaj vëllezër të dashur, njoni që kujtu, tha, ishte kohë në Mesgjidul Aqsa, në Sham, në tregti. Tha, pasi ke qenë Mesgjidul Aqsa, hajde na trego si ishte. Për shembull, ti s'ke qenë në një xhami, të thot dikush ma pasqyro, ma trego si ishte, si dukeshte. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi thot, ma pruni Allahu dhul Gjelal për para Mesgjidul Aqsa, sa i ka hi natën dhe ka dalë, nuk i ka numru shtyllat e dyrët e dritaret. Ma bjen Allahu dhul Gjelal dhe e shof Mesgjidul Aqsa dhe ju tregoj pik për pike si është. E çka thanë atëherë? Thanë po, Mesgjidul Aqsa e që kështu është, ama ty nuk besojmë, ti rejnë. U kry, ti rejnë, po dhe e ka vendos. A ka vendos qashtutis, mund të ndrysh menden ati. Por, argumenti tjetër tha, karavani filon fisit, edhe i filon fisit, i kom pa në rrugë, që kthejnë prej Shamit, i kom taku në rrugë, ata do të arrin filon dite gjatë lindjes së diellit. E ka llogarit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej atje ku i ka pa, e deri në Mekë, sa kohë merr ajo, dhe ka thonë, pas që kash ditëve duke lindur dielli, ato do të arrin. Kur erdha ajo ditë, nxorën njerëz. Njoni disa shiqonin diellin, ato tjerët shiqonin rrugën, a do të vi karavani. Ato që shiqonin diellin than dielli lindi, ato tjerët than edhe karavani duket, erdhën. Edhe ky ishte një argument që ai veç para to që zbesonin ishte argument, për muslimanët ishte argument, thonja e pejgamberit kam qenë dhe u ka kry. Dhe kështu pra përfundon në pika të shkurta, shkuarja në Isra, ngritja në Miraj dhe kthesa dhe miqja e madhe që u dha sahabëve, se Allahu dhul Gjelal ja ka dhuru namazin pejgamberit, sahabëve dhe umetit. Dhe namazi i parë që ka falë pejgamberi si xhamat, namazin e parë ka falë si xhamat. E imam kush ishte? Gjibrili alayhis salam. Del Gjibrili alayhis salam thot salli kema ra'aytani usalli, pejgamber falu ashtu si do të më shofish mua. Dhe falin namazin e parë, namazin e drekës, atë ditë që është kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mirajit. Pastaj vin ja shpjegon faljen e namazit të iqindis deri të mëngjezit dhe lidhet me drekën, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot sahabëve, na thot edhe neve, sallu kema ra'aytumuni usalli, falni ashtu si më shihni mu dhe vazhdojmë të falemi ashtu siç është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të dashur, të flitet për këtë mrekulli të madhe don shumë kohë, por ne në pika të shkurta e përcollëm edhe Mi'rajin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili në suretun Nejm, ajetet që lexova, Allahu dhul Gjelal shpjegon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Gjibrilin ka udhëtuar dhe është ngritur lart,
O lekad raahu nezleten ukhra, dhe e ka pa edhe njëherë Gjibrilin në atë formën që e ka kriju Allahu Dhul Gjelal. Se Gjibrili a.s. kër i ka ardhë pejgamberit, ndë njëherë i ka ardhë në fotografi në një sahabijut, ndë njëherë nuk e ka pa hiq, i ka ardhë vetëm zani, Kur'anin që ja ka përcjell, por dyherë gjatë jetës vetë, pejgamberi e ka parë Gjibrilin si kur ashtë, me lëku gjigant, njëherë e ka pa natën e parë të zbritjes së Kur'anit në shpellën Hira, dhe e dyta duke qenë lartë në Sidretul Munteha. E ka pa Gjibrilin ashtu siç e ka kriju Allahu Dhul Gjelal. Lusim Allahu Dhul Gjelal në këto ditë të përkujtimit, ne thamë se Israja dhe Miraji është përkujtim, është mësim, është mesazh, është për të bindë në mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku shumica e dietarëve janë të mendimit se ka ndodhur ditën e 27 të muajit Rexhep, pra siç ishte nata e pranshme. Del njëri thotë jo, nuk ka argument që ka qenë 27-ën, po le të kenë 25-ën. A kiti argument që s'ka ndodhur Israja dhe Miraji? S'kam, po ja unë që kam argument që ka ndodhur, nuk është me rëndësi nata dhe dita, me rëndësi është që në muajin e Rexhep ka ndodhur Israja dhe Miraji, dhe Allahu Dhul Gjelal në ka dhuru namazin. E lusim Allahu Dhul Gjelal të na bën për atyre që ta falim namazin ashtu si duhet dhe të fitojmë kënaqësinë e Allahu Dhul Gjelal. Lusim Allahu Dhul Gjelal rinin tonë në Islam ta udhëzon. Pleqve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfërit tonë të pasuron, të sëmurët tonë të shëron, të burgosërit tonë të pafajshëm të liron, të vdekurit tonë të mëshiron. Mbar muslimanëve në rruzullin toksor Allahu t'ju ndihmon. E sidomos vëllezërit dhe motrat, fëmijët dhe pleq, të sëmurët dhe të plagosurit, ata të cilët të pastre në këto ditë të temperaturës së ulët, njerëzit nuk kanë kulm mbi krye, nuk kanë tesha të veshin, nuk kanë ujë të pastër të pinë. E lusim Allahun Dhul Gjelal, ai që ndihmon, ndërsa zullumqtarët mes vete t'i shkatron. Lusim Allahun Dhul Gjelal ne dhe familjet tonë dhe mbar muslimant nga çdo vështirësi, nga çdo telashe, nga çdo fatkeqësi e kësaj bote dhe ahiretit. Allahu të na mbron, nga zapi i xhehenemit të na largon, në Jannetul Firdaus të na bashkon. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك القادر العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.